ju thatë që tokën e morën, po ju pyes për detin apo është pyetje kot? Deti nuk ka dhënë Saliu që në tetor të 2009 ka mbaruar ai muhabet. Edhe çështja e gazit që kanë bërë këtë marrëveshje 6 miliardë që thonë juve. Është në interes të grekut, s'është interes tonë. Dhe ç'është ajo? Nëpërmjet asaj ai do që të futet në truallin shqiptar, në shelfin shqiptar të detit jon. Edhe thotë se e marrën kemi ligjëruar thonë këtë marrëveshje me amerikanët, se në Amerikë që ta dini e di kush komandon në Amerikë, komandojnë lobet. Dhe dy lobet më të fuqishme janë dy armik tanë shekullor, lobi grek dhe lobi qifut. Pra, është marrë andej dhe është për në interes të grekut, jo në interes tonë, zotëri, unë e denoncoj dhe po e them, turp të vi shqiptarëve dhe diplomatëve shqiptarë që nuk dalën të flasin. Avokat, po me hebrejt në sigur i kemi punë të mirë. Me ke hebrejt ke punë të mirë. Kuj pas kemi punë të mirë, i ka qifuti që, jo, Edi Rama është hebre, dhe është armik i betruar i popullit shqiptar. Ja them dhe ta mohoj po deshi. Ose të referohet deklaratave të Kasirut Miftare se çfarë ka thënë kush është baba i Edi Ramës. Avokat, kishin një podcast të media turke pak ditë më parë, edhe thoshin që në investimin në Sazan, sipas tyre, amerikanët e morën për 2.5 deri në 3 miliardë dollar, ai kanë blerë. Por thoshte që 1/3 e ishullit do bëhet bazë lufte nga Izraeli. Pra Izraeli do të ju e kishit dëgjuar këtë më parë këtë skenar? Po unë di me kohë marrëdhëniet e shkëlqyera Greqi-Izrael. Po firmosin pakt bashkë me Çiprin tani ata. Por nuk janë të sotme, këto janë i kanë bërë marrëdhëniet edhe marrëveshjet i kanë shumë të vjetra, i kanë me kohë, janë bashkë ata izraelitët dhe grekët. Pa ata besojnë marrëveshjet i bëjnë kundër Turqisë, jo kundër shqiptarëve. Jo, i bëjnë ekskluzivisht kundër shqiptarëve, pa Turqisë i marrë të keqen ata, që aprojnë do të as tek këmbët, po kundër nesh. Do sjellin kolon izraelit këtu në Shqipëri, si që kanë planin e vitit 1920 që duhet të vinin në Lushje dhe në Fier. Atë plan për realizojnë qifutët se e kanë në tavolin dhe si pengon asnjë gjë që ta realizojnë. Dhe ne jemi të shitur, të tradhtuar, të poshtëruar, të nëpërkëmbur, të tëra cesar ne kanë bërë. Avokat, ju mendoni kështu, po ka një palë tjetër që mendon ndryshe, që Shqipëria po fuqizohet dhe tani ne në Pashaliman do prodhojmë anijet tona luftarake bashkë me italianët. Tani si bie aty, avokat? Do vinë italianët dhe do ikin turqit? Sa aty më duket janë turqit. Jo, është propagandë. Mund të bëjnë në një kështu nga këto anijet e vogla luftarake që s'kanë asnjë vlerë përballë kryqëzorëve dhe nëndeceve, qoftë amerikane, qoftë ruse, qoftë s'kanë asnjë vlerë, jo do të vjo. Sa mori Greqia një, më duket nga Franca, që erdhi bashkë me Macronin para një jave, një fregat fundit. Po pse mendonte Greqia e mori në Francë. Ti mendon se do ta prodhojmë në Shqipëri fregatën? Po jo mordial. Është nuk ndodh. Jo do të vi. Po me Turqin, në konfliktu se Pashalimanin sigur e pat në tha. Edhe shikoj si pas kundër Turqisë për të rrethuar nga Shqipëria. Kam derin që se ti më sjell ca gjëra në kujtesë dhe bën shumë mirë. Që të informoj dhe shqiptarët me sebe. Dhe unë të falenderoj për këtë punë. Në një debat që kam pasur me ish ministrin e mbrojtjes së Republikës së Greqisë, Panos Panayotopoulos, i cili më tha, ju tha, na keni sjell tha, turqit tha, sa kishin bërë marrëveshjen Turqi-Shqipëri për Pashalimanin, dhe ju tha, në kundërshtim me interesat tona, tha, na keni sjell turqit mbi kokë, tha, në Pashaliman në Vlorë. I tha, zotëri, ne kemi bërë shumë mirë, tha, se kemi bërë këtë. Po pse keni bërë shumë mirë, tha, sepse turqit nuk na kërkojnë vorjo e pirë, thashë. Ju na kërkoni vorjo e pirë, edhe ne bjem turkun aty. Heqini dorë ju nga vorjo e pirë, thash, heqini ligjin e luftës, i thash, edhe aty jemi. Marrëdhëniet i bëjmë të shkëlqyera se ne popull i vëllezër jemi. Po ju ligjin e luftës e doni, thash. Edhe atë tokat i doni, thash, edhe
si mund të shpëtojmë ne nga ju, i thash, më thoj. Pra i kam denoncuar këto, Zati Islami i ka denoncuar zotëri. Atje ku më zhënë mundësia në shtetin grek, kam denoncuar, kam 10 ligje materiale. Debate si publike, si mediatike, si juridike në Greqi. More, në të tëra fushat, dhe sot kur i shikoj të morbo dalicike dhe pyet veten, kam qenë mirë nga më të kokësun që kam folur kështu atje pa një mbrojtje, pa një, nuk e dje që... Në mbrojtje do ta keni pasur, avokat, se... Ata kanë menduar që ju e keni. Jo, ata dinin mirë, jo, nuk kanë menduar, ata e dinin mirë, sepse kështë e vajtur informacioni, ajo nga ambasada amerikane në Athinë, në datën 27 mars në mëngjes, dhe 26 mars në darkë, unë isha tek Sky televizion që fola për luftën në Kosovë, në datën 27 në mëngjes, ambasadori amerikan shkon në Ministrinë e Jashtme dhe u thot ai shtetat shqiptarë që po limërën te Sky është në mbrojtjen tonë. Unë këtë e mora vesh në 2001 me rastin e festës kombëtare që më ftoi në koktejlin që jepte ambasada shqiptare në Athinë për trupin diplomatik, më ftoi ambasadori zoti Kastriot Robo dhe ai më tha që ti tha të mos kishte folur ambasadori amerikan në Ministrinë e Jashtme, tha në mëngjes të datës 27, ti do ishe zhdukur me kohë, tha. Mirë, po këtë që nuk e dija, se s'kisha nga ta dje, se kush do më thoshe mua, kush më llogarisë për të gjallë. Po aman, fakti është që nga smoj njëri, edhe sot nga smoj grekët. Avokat, kam dhe diçka të fundit për ta mbyllur, për të ndalur tek në veri. Tani, pak ditë më parë, Vučići tha që Ballkanin e hapur, idenë e kisha unë. Tani, që foli tani ai? Se i bie që i bie Ramës me këtë. Po ata bashkë janë mërë, zotëri. Po bashkë janë mërë, Mitsotakis, Rama, Vučići janë bashkë, me një treshe. Një treshe e organizuar, e komanduar, e urdhëruar, e llogaritur nga armiq tanë shekullor, nga kisha greke. Mos e harroni shprehjen e të paharruarit Spanoli që tha, demi të vret me brirë, greku të vret me kishë. Edhe në Serbi kisha ka një rol shumë të fortë. Po kisha është shteti grek. Kisha i bëri grek dhe të tërë të mbledhurit nga Azia e vogle nga qenë nga Sjen. Se grek të Mirfilt, Helen të Mirfilt, ata që kanë qenë me të vërtet me origjinë pellazike, janë shumë pak. Dhe u vjen thartë kur u thua që gjua pellazike është gjua shqipe. U vjen thartë kur u thua ne jemi trashëgimtar direkt të pellazikëve. Dhe ju jeni ca njerëz me ngjyrë të mos them në llaf tjetër se s'më lejojnë të mbledhur nga sini. Ai afrikan ka nënën greke dhe i thonë shtetas grek, qytetar grek, kjo është më shumë lirimën. Kështu janë grekët. Avokat, edhe diçka të lutem, ku do mbështetemi tani se me amerikanët ju thatë që Amerika ka interesa, jo misi të përjetshme, me turqit, po ku? Te vetja. Ate po jemi mbështetur të rjetën, te vetja jonë, s'kemi pasur miq asnjëherë. Se kush e ka mbështetur? Kush na mbështeti neve në kryengritjet të Tanzimatit kundër Turqisë? Asnjë. E keni dëgjuar atë këngën që thotë ratën me te u tun vendi se u vra Çobo Golomi? Çobo Golomi, Qelopicari, Zenel Gjoleka, Tapil Buzi ishin burrat që udhëhoqen kryengritjet kundër reformave të Tanzimatit. Të pa mbështetur nga kurkush. Po ata s'kan lënë fëmijë mbrapa, ata s'kan lënë pasardhës mbrapa. Kanë vdekur pasardhës të burrave të Shqipërisë dhe kanë mbetur këta që janë komunistët. Po e mbyllim me këtë avokat sepse më mirë se me këtë fjalinë e fundit nuk ka ku të shkoj. Unë të falenderoj shumë për bisedën e sotme, të gjatë, por i shëdhuam të gjitha çështjet. Edhe në emër të publikut të falenderoj avokat, jam shumë i njohës, të uroj javë të mbar, muaj të mbar dhe më shumë shpresë për të ardhmen. Këtë të fundit hiqe se s'kemi shpresë, po të kërkojmë shpresë nga Zoti. Zoti të na ruaj, se në tokë jemi të mbaruar. Amin. Faleminderit. Faleminderit. Jetë mirë.